Që nga 4-18 shkurt, që unë u ktheva në shtëpi. Pra ti ishe e ndarë të themi nga Namiku në atë kohë? Jo, mëj. Jo, s'kam qenë ndarë, unë po ku s'pruri Në datën 18 shkurt jemi ndarë. E kam djekur, se i ka dhënë lekët pa djenin time. Ata i ka ndalë për para me duar trokiti që erdi kjo nga Greqia. Kjo shëqyr që u rritën djemë tashi, u bë bashkë me djemë dhe përzëmua nga shpia. Jo, unë si them do të Unë përri, kam 6-7 muaj që përri të vlaj, po sa do rri unë të vlaj? Dhe që të gjithë problemin, sa do rrite? Para një jave më ka ardhur kunati, vlaj këtia, nga Vlora më tha, kunatë si do vej për halli vlaj tim. Vlaj Po, jo s'ka t'i ke lënë në shtëpi, normalisht, po. Vlaj jo të gjenjer lekët, frutin që ka punuar 4 vjetë, se 4 vjetë kam punuar dhe unë këtu. Po, sigurisht, po. Ky lekët, ja ka dhënë kushuririt ati let vej, thash. Po s'më pruri lekët. Në shtëpi jeni juve dhe djali? Unë edhe djemët, janë kam 2, unë jam të vlaj akoma, rritë vlaj në Vlorë. Dhe nuk e afrojë shtëpis, fare? Fare, asë një minutë. Unë kërkoj të kthehem në shtëpi, tash që një ditë do të zgjidhin probleme lekëve, po jo të ndajmë në këtë moshë sot. E për sfarë. E për sfarë. Për qejtë të Natashës do ndajmë. Kunata ka ndarë që nuk të një fare. Për qejtë të Natashës. Natasha bën biznese me paratona. Po sepse ju dha mundësia. Me më Natashës deshe dhe ja dhe. Po jo nuk ja dha Natashë, ja dha Refitit. Edhe ta nëndyshja këtë thot. Ore zotri, pse shkove u prezantove direkt e ka i dhe në shtëpi. Se po ti kështë si në shtëpi, ti sa po the, për 2 javë u prishëm firmat. Ndoshta do i kishe ruajtur e do i kishe futur. Po edhe bëvake. Po sigurisht, pra ti i more dhe i le, me njerë. Pa shkuar në banes, pa folur me gruan, fëmijët, i kishe të vegjël dhe bëre një veprim të nxituar. Tani gjithë këto vite, edhe pas vdekjes Refitit, çfarë ke bërë? Se tash mund t'i shkosh në 18 shkurt, Natasha Axhira, edhe t'i thuash në mparat. Se dhe ajo është moshatare, besoj, duhet jetë e madhe në mosh, është e vërtet që ka një deklarat notariale, dhe sigurisht që ai Refiti, pas ka qenë buri mirë, ta ka njojtur normalisht atë që ke dhënë. Nuk të një fare, sa. Ore, Natasha t'ka thënë, jo Refiti. Natasha. E pra, po sepse me atë e ke lidhur, me Refitin e ke lidhur, jo me Natashën. Po pa tjetër, po, në atë ko... Ishte prezent ajo? Po, edhe kur vajtëm për të bërë noterin. I këta po këthe unë i shpejt dhe shiste ta perime ati që këshin ngellë se gjoja. Po me Refiti gruan e kishte marë, ti pse se more dalën dyshen? Nuk po pjo se fare, zonja Eni. Fare s'u ka pjotur. Nuk mendova se do muhon të lekët. Po mama, s'tar bëri me kushurit e ti, mori lekë, si mori, vajta për ta pjotur. Qfar bëre? Si kanë tjera akoma, tha. Po unë zdo bëjta shtë i, thashon. Se unë s'ka masiloj dokumenti. Hajtë që t'jap një noteri, unë t'i njo këto lekë, jo se t'i mojë, tha. Po kur të ndirë do t'i marim. A i si ndori deri sa ndroj jetë. Ta shi, me Natashë kanë bisedor 2-3 herë. I fali shteti. Vajta në datën 18 shkurt. Edhe bisedova në shpite me të. Qfar bëri? Nuk të njo fare, tha. Edhe ngriu, ti më njej, thash jo s'më njej, se kemi 50 vjetë bashkë. Shumë mirë ta ka bërë. Erdi 20 vjetë që i thash e sot je pensioniste. Po janë lekët ato që s'më njojnë mua, se po bëm biznes me paratona. Se gruan të se pyte fare ti, kurse aje pyte gruan kur ti mori lekët tyja. Ti nuk e pyte fare, nuk i the grua s'urdro lekët me grua se kam punuar. Edhe ti ke punuar, tu ke rritur fëmit, i ke ushqyer. E sot kërko ke ti të vishë në shpi. Po nuk të qas, ore, nuk të qas, fare. Unë në shpi do kësem se kam 50 vjetë kam punuar. Fare, nuk të qas, o ti o unë. Se sot është dita e fundit dhe unë jam e smur, o bëjna 6 insulina në ditë. Që ditë që ti ke dhe parat, unë kam shko në Greqi 3 muaj në spital, në gjënë e kome. Nuk ta kam borç. I thash do njës Natashe, unë do bëj një hapë më tute, i thash. Do të pres 5 ditë, 10 ditë, po jo më shumë në 10 ditë. Pyet i fëmijit, qëfar vendimin do marrës, mos i drejtojmë i drejtësisë, sepse ja ku i ke dokumentat, të bindesh. Nuk dua të një fare, tha. Edhe përgjigjen e këtë, aja që nesër. Djali saj merën telefon më të nesme dhe kërcënon jetën njoja. I tha, ha, djali, të flasë unë apo jo? Jo, mbyllë, tha, edhe mbylli telefonin, se ishte edhe me pushtet. Po i bëri me pushtet se më ishin parat e tua. Po detyrimisht, po në atë kohë që në kryetari bashkisë Helenitës. Në 16 gusht, se besoj që Natasha puna ndjek bashkë me fëmijët, të 2005-ës, ju keni vajtur të një noter në Vlorë, po, Ylli Mehmeti, ka ndruar jetë. A, ka ndruar jetë. Edhe qupa e tia, notere në atë zyrë. Po, qupa e tia. E përshëndesim. Vajta e takova dhe atë. Derisa ka dokumenta akoma në përduar, ne në do që ti përmëndim. Vajta e takova atë. Refita Xhiraj
ka deklaruar në përgjegjësinë e tij personale dhe ligjore, zonja Natasha, që në kohën e firmave, thot, që më pas rezultuan piramidale, unë kam depozituar lek dhe valutë të huaj, pranë firmës Veva Holding, të mia, por dhe të afërmve të mi. Po. Disponoj kontratën e UHA-s në emrin tim, me numër dhe datë, dhe në këtë kontratë UHA-je, thot, lekësh, rezultojnë që kam depozituar në atë firmë këtë sasi parash, dhe, thot, në lek shqiptare 22 milion, dollar amerikan 315, drami greke 139.000, lireta 28.000. Deklaroj se nga shumat e depozituara më sipër, një pjesë e tyre i takojnë qytetarit Namik Haxhiraj. Pra, që do të thot, e nderuar, që vetë bashorti juaj ka pranuar që këtë shuma parash i ka marrë. Por fakti, zotri, që ti bisedën e fundit e ke kryer në 18 shkurt të 2025-ës, është e pa falshme nga ana tënde, pavarësisht ndrimit të jetës së zotris, është dashur zotri të shkoje në përgjigje, të merrje të drejtën tënde, sepse normalisht nga i preti lekët sot. Pra, duhet më thuash që kush ka detyrimi sot për t'ju dhënë juve para? Natasha Haxhiraj, fëmijët e Refatit, sepse është ndryshe nëse do t'i kishte marrë Rifati privatisht. Ai i ka marrë dhe i ka futur në një firmë. Firma ka rezultuar piramidale, ka qenë një problem kombëtar dhe është krijuar një agjenci e posaçme, pikërisht ku dolën dhe emrat e shqiptarëve që kanë marrë një pjesë shumë të vogël të atyre shumave. Midis tyre, për fat, keni qenë dhe ju që keni marrë dhramit. Ndërkohë, për lekët, është dashur ta vazhdosh luftën, se i thonë 14 milion lek, që në 2005-ën, sot ato mund t'janë bërë 30, se varet nga indeksi, se si për llogaritet. Atere, unë bashkohem me dallëndyshen, do me thënë ja ke falur ati vlajt. Se djali Xhaxhait thot është vllaj dhe jam Nuk kam besim që ai. Pra ja ke falur. Jo, nuk ja kam falur. Kur ka ndruar jetë Refati, të lutem? Në 12-ën. Ai e mbante me ujë të ngrohtë, zonja Pra Eni. kjo është e 2005. E mbante me ujë të ngrohtë, do t'i jap. Çfarë ke për 7 vjet zotri derisa Rifati ndroi jetë? Prisim që të nxjinin të tijat dhe të mjetat. Unë dhe ai, ai u paralizua. Unë dhe ai prisim të nxjite kushurinë e tij sipas llafit kishim lënë. Ata si nduar sot e kësaj dite. Atere, të lutem, juve që nga ju periudhë deri sot, keni bërë vetëm diskutime verbale me zonjën. Në përgjykata keni shkuar, keni kërkuar gjë. Jo, nuk kemi kërkuar në përgjykata. Jo, tashi i thash çfarë do bëjmë se drejtojmë o të tagjim llafi vet, o të drejtojmë drejtësisë. Ec ku të duash, sa unë drejtësinë do ta blej sa lekët nuk të jap. Po kam prokurorin ajo se kish lek. Kam prokurorin e familjes time tha. Nuk e di çfarë ka prokuror privat. Por që letrat janë shumë të qarta, nuk ka çfarë ble drejtësia këtu se janë dokumentat. Dokumentat thonë të vërtetën. Kam prokurorin e familjes time tha. Ka diçka, të lutem. Ka diçka. Pra, ke pasur vetëm dhrami greke? Ato i ka marrë përkindet e asaj nga shteti. Dhe lek shqiptare 1.400.000. Pra, 5.130.000 dhrami greke. Po, ke pasur dhe 14 milion lek të vjetra. Po, për to nuk më dha prokur. Më falë, zonja Eni, ato leka i nga jo që unë veja ja kërkoja shpesher, se i thosha me ke prishur familjen, se dua lekët. A i që bëri këto dramit, mi hodhi mua, që mos të bëja unë shërë, kurse 14 milion ja ka hedhur atia. Po, a i luan të pjesën manobrat e tia. Jo, dramit janë marë, se duhet jemi korrekt. Po, i keni marë. I ka marë zonja. Lekët tot ja ka hedhur në emër të ati, ja ka hedhur atia. Dhe unë sot nuk kam besim. Tani si da se smundi, se ishte i paralizuar, pas vdiq, që nga 2012-a nuk dim më se çfarë ka ndodhur. Thjesht dim që do bëjmë pak publicitet.